Është ekstraduar në Shtetet e Bashkuara një shtetasi i Kosovës i akuzuar për krime kibernetike në dëm të amerikanëve. Bëhet fjalë për 33 vjeçarin Liridon Masurica, i njohur si Black DB. Për ekstradimin ka njoftuar prokurori amerikan Gregory Kio. Më pas, Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë e ka vlerësuar bashkëpunimin dhe koordinimin me Kosovën. Amerikanët u shprehen mirënjohës ndaj autoriteteve të Kosovës për mbështetjen e tyre të vazhdueshme, duke thënë se kjo përpjekje e përbashkët përmirëson sigurinë publike dhe i bën më të sigurta të dyja vendet. Ndërkaq, Ministrja në Detyre e Drejtësisë Albulena Haxhiu tha se ekstradimi një personi të shumë kërkuar për krime kibernetike është dëshmi konkrete zotimit të palëkundur për sundimin e ligjit, pa përjashtim dhe pa kompromes. Liridon Masurica ishte arrestuar në Kosovë në dhjetor të vitit 2024.